Ishte i drejt për drejt, ndonjëherë kokëfort dhe i vështirë, por gjithnjë i ndershëm me veten dhe të tjerët. Ai e donte këtë vend me gjithë shpirt. Dhe pavarësisht çmimit të lartë personal që ju desh të paguaj, nuk hoqi kurrë dorë nga përpjekja për ta parë Shqipërinë më të drejtë, më të begatë, më demokratike dhe mbi të gjitha, më njerëzore. Të tillë paraqitja i Shqipërinë edhe në takimet ndërkombëtare me burrat e shteteve, nga Washingtoni në Bruksel, Paris, Londër, Athinë, Stamboll e Gjetk, në takimet ku tingëlloi veç të tjerave edhe elokuenca e tij e njohur. Për të gjitha këto sot, me zdimje së thellë, kam një ndjenjë edhe më të lartë mirënjohje. Mirënjohje që pata fatin ta njihja. Mirënjohje që pata fatin të ecja krahti. Të qeshnim dhe të vuhanim bashk. Të jetonim. Dua t'i them edhe njerë publikisht, faleminderit Fatos. Faleminderit që më deshe dhe që më the mundësin të dua. Faleminderit që ishe ky që ishe. Faleminderit që edhe vetën tënde, të gjithën, pa kursim, për mua, për ne, për vendin tonë. Do të mbetesh për herë në kujtesën tonë, jo vetëm si burr shteti, por mbi të gjitha si njeri u ynë. U presh në paqen pranë Zotit.